Kërkesa e LGBT-s thoshte, ne kërkojmë që të ndryshoni për kufizimin e gjinisë, u mor parasysh pothuajse copy-paste, ashtu siç kishte kërkuar LGBT-ja dhe u vendos aty. Është ligj për barazi apo është ligj diskriminues? Mua më duket se është diskriminues, sepse në mënyrë qëllimshme ti merr për kufizimin që ta jep një shoqat e veçantë, e merr e bën pjesë të ligjit dhe nuk e hedh më për diskutim pastaj për shumicën, jo shumicën, 99.9% e njerëzve. Pra çfarë është kjo? Kjo është diskriminim. Le ta hedhim tani për debat që kemi bërë këtë për kufizim. Ky ligj nuk sjell barazi gjinore. Nëse ne deri tani kemi pasur problemin e mos përfaqësimit të grave, në momentin që ripërkufizon gjinin dhe lë mundësi që të ketë identitete të tjera gjinore, po marr një skenar hipotetik, do jenë një grup burrash që do të identifikohen me një gjini që është e ndryshme nga burrë dhe grua, dhe ata do kërkojnë përfaqësim ligjor. Gratë tani nuk do ta kenë më mundësinë të rritet mundësia e përfaqësimit tyre, sepse do të rritet dhe paralelisht me përfaqësimin e këtyre grupeve të tjera. Ju jeni një vajzë, një grua, edhe unë do t'ju drejtoj me ajo gruaja. Me këtë ligj, juve më detyroni mua që unë të them ata. Edhe në qoftë se unë nuk pranoj, sepse unë them, kjo nuk është në përputhje me realitetin që unë shoh. Dhe unë do të zgjedh them ajo, ti ke të drejtën të më hedhësh në gjyq dhe unë duhet të paguaj gjob ose mund të marr ndëshkime të tjera, sanksione të tjera që i parashikon ky ligj. Ka të bëjë me mohimin e të vërtetës objektive, që unë e bëj të vërtetën, unë e konsideroj çfarë është e vërtetë. Nuk ka asnjë realitet të jashtëm që më përcakton mua të vërtetën dhe nuk duhet të përputhet ajo që unë deklaroj si të vërtetë me një realitet jashtëmeje. Është e brendshme. Me çfarë argumenti ju nuk do ma quani mua që unë jam 15 vjeç? Me cilin argument? Argumentin biologjik tëndin që ti ke lindur në filan vit, edhe deri në këtë vit je kaq, si mund të jesh 15 vjeç ti? Unë kështu ndihem, jo çfarë thot dokumenti, unë ndihem. Dakord jam. Lindje je kaq. Dakord do të jam. Në këtë rast, me të drejtë nuk po pyet për ndjenjën time, sepse po i referohesh një realiteti të jashtëm biologjik, në një realiteti të jashtëm biologjik që ma mohon mua dhe thua shko merru me ndjenjat e tua diku tjetër, po ti me moshje kaq. A nuk do kishim ne të njëjtën të drejtë të thoshim një personi që ndihet femër po është mashkull, themi me ndjenjat e tua le të merremi në një mënyrë tjetër, por ne do të respektojmë statusin biologjik që të ka dhënë Zoti, po natyra për ata që nuk besojnë te Zoti.